Katër arsye pse Lëvizja Bashkë duhet votohet masivisht në zgjedhjet e dielës, në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Është e para se Lëvizja Bashkë është një forcë politike progresiste, e cila synon të shqojë në parlament jo VIP-a, jo karrierist, jo miliardier, por kauza dhe idetë ngritura me shumë mund, me shumë sakrificë, me shumë protesta dhe angazhime në 12 vite aktivizëm. Kauza si minimumi jetik, kauza si paga minimale, kauza si pensionet, kauza si mbrojtja e hapësirave publike, mbrojtja e mjedisit dhe barazia e shumë çështje tjera. E dyta, sepse Lëvizja Bashkë është një forcë politike e cila ka të vetmin program serioz zhvillimor në këto zgjedhje, një program për 177 faqesh, i vlerësuar edhe nga ekspertë pavarur si një program racional dhe me realizueshmërinë më të madhe të premtimeve. E treta, Lëvizja Bashkë mund të jetë forca politike e cila jo këto zgjedhje parlamentare 2025-s, por besoj në 35 vite pluralizëm, është forca e cila ka shpenzuar më pak para dhe ka fushatën më të lirë. Pra ne nuk i kemi borxh askujt, asnjë centez përveç antarëve tanë dhe qytetarëve të zakonshëm, të cilëve ju kemi borxh qeverisjen e ndershme dhe përfaqësimin dinjitos politik e parlamentar. E katërta, sepse Lëvizja Bashkë si para ashtu dhe pas 11 majit, pavarësisht rezultatit, do ta shihnin në rrugë duke mbrojtur qoftë një lulishte nga shkatrimi për të bërë kull, qoftë në mbështetje të punëtorëve të cilët hidhen në greva, qoftë në protesta me pensionistët, qoftë në angazhime të tjera me studentët, pra do ta shihni kudo. Kësaj mos e çoh votën dëm duke votuar partitë e stërlashta ose sharlatanët e rinj, por votoni Lëvizjen Bashkë dhe na jepni mundësinë të shihni se çfarë do të thotë përvajsim me të vërtet i drejt, zëlart dhe dinjitoz politik e parlamentar. Me 11 maj, votoni dyshin, votoni Lëvizjen Bashkë, sepse nga dyshi nis edhe dashuria politika dhe gjithçka tjetër.